Gjatë fundjavës në Mavrov për të 10-in vit me radhë, shoqata e kultivuesve të dhënave të maqenisë perëndimore do të organizojë manifestimin tradicional Festën e Bariut, një manifestim ku blegtorët vijnë në garë për treguar aftësitë e tyre. Luzim Fezulaj, drejtuesi i shoqatës, bën me dije se në këtë organizim i konceptuar si garues marrin pjesë blegtorët nga gjithë vendi. Manifestimi ka karakter garus, do me thonë gjithë blegtorët është në nivel nacional, do me thonë gjithë Maqedonia të bëhen blegtorët, dhe ka karakter garus në kuptimin e bëjnë gara në qethjen e dhënave, në mbjelljen e dhënave, në cilësinë e gjatit, kush e ka gjatin më të mirë. Edhe prandaj ato blegtorët i kanë shansën e mirë të dëftojnë ato shkaftësitë e kahmotshme, t'i tregojnë në terren, t'i tregojnë. Fezulaj thotë se manifestimi Ditët e Bariut përveç maqenisë është shumë i rëndësishëm për rajonin, si dhe njeriun e thjesht, për atë njeri që merret me prodhimin e gjathit apo merret me blegtori. Këto manifestime janë të mira për një bashkëpunim rajonal. Është mirë që çdo shtet t'i promovojë bukuritë dhe dallimet e tyre, me qëllim që t'i bashkojmë dhe kjo të sjellë një promovim të gjithë rajonit. Është një promovim i mirë dhe një qelluar se për shembull ato blegtorë që promovojnë në atë manifestim, që morin vendin e parë, 2, 3, ato kurs kanë pas problem njerë për shitjen e gjatit. E dyta janë shtytje për tjerët që ta bëjnë cilësinë e gjatit si ai që e ka marrë vendin e parë, 2, 3, janë një farë reperi, janë një farë kallëzuesi se ki gjatë është i mirë, se komisioni është komision profesional për profesorëve të lamis qumshtores, gjathit, dhe ato prandej ato cilësojnë në mënyrë reale si cili gjath është më i mirë. Do me thonë cilësojnë gjathi tradicional, gjath që bëhet në përmale, jo gjath industrial. Manifestimi Ditët e Bariut do të mbahet të dielën në malin Bistra në Mavrov në lokacionin afër teleferikut. Organizatorët ftojnë gjithë blegtorët e vendit të marrin pjesë në këtë fest. Nga shoqata e kultivuesve të dhënave të maqenisë perëndimore bëjnë me dije se manifestimi Ditët e Bariut është vetëm një nga organizimet që shoqata planifikon të realizojë brenda muajsh. Më 10 gusht do të mbahen Ditët e Rekës, 15 dhe 16 gusht në Ohër do të mbahet festivali i verës dhe gjathit për t'ia lënë radhën festivalit të Vjeljes që do të mbahet në fund të gushtit në Gostivar.